sa më shumë student të kenë mundësin që të shkëmbejnë programe, çfarë do ndoshta dhe niveli të studimeve, në mënyrë që të kthehen në Kosovë dhe të e aplikojnë në vendin e tyre. Kemi pasur një sistem ndryshe, unë them që Universiteti i Prishtinës mjaft mirë dhe ka student të jashtëzakonshëm, kemi mësimdhënës të jashtëzakonshëm, po sigurisht mundësitë që ne i kemi janë më të limituara, ndërsa mundësitë që i ofron Universiteti Shtetëror i Floridës në Amerikë dhe çdo universitet tjetër janë mundësi më shumë. Dhe ato mundësi, sidomos i përgatisin studentët për botën reale, dhe më thënë për tregun e punës. Se fundja mësimdhënësi, roli mësimdhënësit nuk është vetëm të bardhë njohurinë, teorinë, por të lidhë dhe me praktikën, të bënë këto shkëmbimet dhe komunikimet, qoftë me institucionet të tjera, që atë teori të kenë mundësi të aplikojnë në praktik. Dhe sigurisht që në Amerikë këto jenë mundësit më të shumë të në atje dhe këto shkëmbimet e programe, pastaj praktikave me institucionet të tjera janë shumë më të mëdha se në Kosovë. Edhe uroj që, prandaj dhe po them gjithmonë po e potencoj që këto shkëmbime do të mundohen si Adelin, si profesoresh, si udhëhecëse programit ndërkombëtar në Kosovë, e përfaqësuar nga dhe deleguar nga Universiteti Shtetëror i Floridës, që të bëhen ura më shumë ndërlidhëse jo vetëm me këtë universitet, po edhe me universitetet e tjera, që të kenë mundësi, ndoshta në të ardhmen, edhe studentët tanë të Universitetit të Prishtinës të kenë po të njëjtën mundësi sikur ata në Amerikë. Të vinë, të bëjnë shkëmbime, qoftë të programeve, qoftë eksperiencave praktike, qoftë edhe një muaj, qoftë edhe një javë, që të marrin një perspektiv tjetër nga një shtet tjetër, sepse Amerika, e dini edhe vetë, është një prej shteteve më të zhvilluara dhe se ka shumë çka të ofrojë. Për shumë studentë është edhe ëndër, sigurisht, dhe unë uroj që sa më shumë student të kenë mundësinë që të shkëmbejnë programe, çfarë do ndoshta dhe niveli të studimeve, në mënyrë që të kthehen në Kosovë dhe të e aplikojnë në vendin e tyre nga marrja këtyre përvojave jashtë saj. E ceket shumë mirë që për shumë student është ëndër, po ka qenë një ëndër edhe për Adelinën në një moshë të re, ka qenë e paralizueshme si ëndër? Në fakt, secili prej nesh kemi ëndra të ndryshme, qoftë për profesion, qoftë edhe për vizita. Ne përpara kemi pas shumë sfida edhe për të vizituar, dhe me thëmë, por ajo ideja për të vizitu dhe për të studiu janë dy gjëra të ndryshme. Dhe aty jam bindur kur me vetë faktin unë kam shkuar edhe më herët në Amerikë për të vizituar, sepse edhe motra puna në bankë botërore dhe kam pasur mundësi atë të vizitoj. Por tek pjesa e studimeve ka qenë krejtësisht të ndryshe. Një eksperiencë që do të dëshiroja secili dhe një eksperiencë e jashtëzakonshme.